Qeveria ka miratuar projekt ligjin për censusin e bujqësisë, i cili synon regjistrimin e njësive ekonomike bujqësore në të gjithë vendin. Procesi do të mbledhë të dhënat mbi tokat bujqësore, blegtorin, kulturat e mbjella dhe fuqinë punëtore në ferma. Sipas projekt ligjit, censi do të mbulojë rreth 98% të sipërfaqeve bujqësore dhe 98% të njësive blegtorale në vend, duke krijuar një pasqyrë më të plotë të sektorit. Fermerët dhe drejtuesit e njësive bujqësore janë të detyruar të japin informacion të saktë dhe të plotë. Refuzimi ose mosdhënia e të dhënave do të shoqërohet me masa administrative dhe gjoba. Përmes këtij procesi do të mblidhen të dhëna edhe për numrin e krerëve dhe bagëtive, bletarinë, sipërfaqet e mbjella dhe strukturën e punësimit në fermat shqiptare. Autoritetet theksojnë se informacioni do të përdoret për hartimin e politikave më efektive në mbështetje të fermerëve dhe zhvillimit rural. Të dhënat do të administrohen nga Instat, vetëm për qëllime statistikore, ndërsa rezultatet do t'i dërgohen në Eurostat brenda 12 muajve nga përfundimi i procesit në përputhje me standardet europiane.